është alkoholist. Për shembull, kjo është kundërshtim me besimin. Okej. Që ti nuk e kishe lujt? Jo, e kisha lujt alkoholistin, sepse nëse e qes të keqen alkoholit, e prezantoj të keqen alkoholit. E këshyr për një këndvështrim. Që kjo është ideja, domethënë ka dy lloj kur bjen kundërshtim me besimin si parem. Domethënë bjen edhe çaja po e prezanton si vlerë ose antivlerë. Po e jep një shembull të vlerës ose të antivlerës personazhi me çfarë veprim? Që kjo definon a e kisha lujtë se jo. Ajo është po etiketohen në vlerat islame. Okej. Domethënë jo direkt islami edhe jo direkt musliman, po vlerat në ndërto. Edhe që kesh problematika ma e madhe me 10.000 tituj librash të babit. Edhe ja besha bab qysh të mëndshme. Në një të ki edhe shumë shokë që e ka një bibliotekë me një volum që ka së madhë. Qysh të mëndshme, në ka që volum të madhë të librave. Për shembull, jo si keni dhonë hapësirë, shkencës islamës, që të qoftë që s'po i qasna me ata që besojone, me vërtetën absolute, me fejnë e ardhur prej Zotit. Po një fej që dëmëron pjesën më të madhe të botës. Besim, një besim. Po, që bile një pjesën për një periudhë kohore e ka udhëheq botën. Prej saj kanë ardhur dhe janë zhvilluar shumë shkenca moderne. Prej asaj bote, prehja. Domethënë shoku ku prehna shpirtënisht ku ndjej qetësinë, domethënë është interesante ku një interpretim për një dietar islam që thotë është e natyrshme, Zoti ka bërë të tillë që bashkëshortja bëhet çiftet bëhen për njëri tjetrin. Me një karrierë që përfshin një sër rolesh në teatr, film dhe seriale televizive, ai ka dëshmuar një talent të jashtëzakonshëm dhe një përkushtim të madh ndaj artit. Roli i tij në shumë projekte kinematografike ka lënë gjurmë tek publiku, duke e kthyer atë në një figurë shumë të respektuar dhe të dashur për të gjitha moshat. Publiku e vlerëson shumë Dardangashin, jo vetëm për profesionalizmin e tij, por edhe për thjeshtësinë, sinqeritetin dhe afërsinë që ai shfaq në çdo paraqitje publike. Ai është një shembull i mirë se si një artist mund të ruajë identitetin dhe vlerat personale, pa u larguar nga rruga e suksesit. Përveç karrierës së tij artistike, Dardangashi njihet edhe për përkushtimin e tij ndaj besimit. Ai është një besimtar musliman që me dinjitet dhe maturi e shpreh hapur lidhjen e tij me Zotin pa imponim. Ky aspekt i jetës së tij ka frymëzuar shumë njerëz dhe ka sjellë një dimension të veçantë në figurën e tij publike, duke e bërë atë një model pozitiv për të rinjët. Dardan, faleminderit shumë që je këtu. Lira, faleminderit shumë për prezantimin. S'kom shtu kur gjo realitetin. Shpresojmë. Unë besoj çdo që e thash, edhe domethënë besoj shumë që njerëz të vlerësojnë për thjeshtësinë që ti e ki pavarësisht arritjeve. Për shkak se na jemi mësuar që shumë njerëz kur televizioni e ka një magji në thojza, nëse më me thonë që kur e shohin dikon atë gjithmonë e kanë atë idenë që është i paarritshëm, po ti gjithmonë ke qenë i arritshëm në kuptimin që ke qenë i thjesht. Këto po e them domethënë bazë të përvojave që i kemi pas edhe që i kom dëgjuar gjithmonë për të gjitha grup moshave. Po normalisht që ti për me arrit këtu, me qenë këtë që je sot, është një rrugtim në vetja. Mundesh me na tregu fillimisht për pjesën e aktrimit. Qysh ku ka lind ideja dhe qysh ka rrjedh mandej? Për me shumë interesant, lidhja me aktrimin ka fillu shumë herët. Domethënë kam pasur dëshirë me kanë aktor ose i vendosur me kanë aktor, qysh në shkollën fillore. Dikon klasën e 7 besoj dikon që ka qenë periudha kur kom vendos me studiu aktrimin. Domethënë jam përcaktuar herët për profesion. Edhe njëna për arsyeve ka arsyet janë thjeshta, sidomos të trit, pa ta ndruar shkollën. Edhe në shkollën kur erdha, ishin shumë më të njohur me artin se në shkollën që isha paraprakisht.
Edhe unë isha inferior në muzikë ose në pjesë tjera, unë kisha një DVD dhe kisha kështu shumë filma. Edhe në filma isha superior. Edhe kjo konë shkëndia e parë që me më çu drejt botës së aktrimit, që ke besojone, edhe tjetra është djali i Dajës, i madh është aktor. Ka përfunduar këtu tash është në Amerikë, Allah i mirët me aktorin. Ajo konë doja i madh, nipi i madh i këtë familjes të madhe ka dajt. U konë një lloj shëmbulltyre, nështë ka pas edhe ai ndikimin e vet që më njeh një shembull që unë e kom po brenda familjes. Që kjo konë një lidhje së shkëndije parë për aktrimin. Mas në pjesa tjetër ka vazhduar kom pas për krajën e familjes. Normal, kom pas një ndihmë se në vi për një familje që ka lidhje me artin. Motrën kam piktore, babi jam ka qenë shkrimtar. Edhe gjatë kësaj rrugë kom pas më të lehtë një pjesë, domethënë kom shku në fakultet të e njoh Shakespeare-in. Kom shku në fakultet të e njoh të antikën greke, Iliadën, Odiseun, e këto i kom pas lexuar paraprakisht edhe një pjesë të madhe të tërësisë, nëse kom pas lexuar, kom pas të njohur për debateve në familje, sepse një ana motër u kon letërsi. Gjithashtu, kështu që thash i më kanë të njohur edhe familiarizuar me një lloj bote të artit. Sepse arti që ato i ka bazat, lindjet. Edhe që kjo kanë çaja që ma ka shtru rrugën paraprakisht për një drejtim në këtë drejtimin që e kom zgjedhur me shku. Në shkollën e mesme e kom pas momin smut, kom vendosur me shku shkollë të mjekësisë sepse momin e ka modër medicinale, me dha hisën ka momi. Masaj fakultetin jam kom vendosur për aktrim, kam një lidhje shumë të fortë me profesionin. Mënej ja kom pa shumë harin kuptimin edhe të kuptumit i ka për një ndërtim të vetë kritik. Aktrimi, kush don, aktrimi është një profesion që ndihmon shumë, sepse ti mësohesh me analizu vlera, për shembull, personalitetet ose personazhet e tjera. Domethënë që kemi luajtur ti. Po. Gjë që nuk e kemi pas edukat zakonshme njerëzit që kanë këto. Me analizu një personazh që kam e kanë vetë. Veprimet që i bën vetë me analizu çka thell. Pse ky veprim, cilat janë motivet, cilat janë shkaqet, po e zojmë në Hamletin si personazh. Kur ti e merr analizon thu jo, ndoshta çto e ka për të qëllim, ndoshta jo gjithmonë është qëllimi fisnik i tina. Edhe si aktor dush me gjetë edhe motivet jo vetëm fisnike që i ka ai, po edhe ato që mund ta shtyjnë prej vesave, si urrëtia, si hakmarrja, si ambicia, ose çdo të shoh prej tjerave, edhe kjo është si reagime. Edhe më vonë dikur thu pse s'e bëj Dardanin, speçes në tavolinë Dardanin, sepse kështu mësohesh ka herë me qit në atë shumë për shembull, nëse kishim me lu Hamletin, e që shumë Hamletin në tavolinë dhe ishin 10-15 kolegë ku japshin mendime për Hamletin, jo dikush ai e ka tipik hakmarrje ose fitimin e drejtës vet ndaj vrasjes babës, dikush ai jo e ka veç ambicie. Se çorën në çet varg thotë kështu i ka bëu pe ambicie, si kanë bëu pe kësaj. Edhe vjen të ka prej motiveve interesante. Pastaj e gjen veten, ndoshta jo në nivelin se na nuk rrjedhën për një familje mbretërore, as nuk kena luftuar na herë për mbretëri. Po e gjen veten që në mbretërinë ton të vogël ke bë veprime të njëjta ndoshta. Edhe fillon thu nëse çdo gjykova Hamletin, s'po gjykoj veten. Edhe mas një kohë thash mua më ka ndihmuar shumë ndonjëherë me qit ose me miq të afërt ose me veten time, Dardanin tavolinë edhe më thonë që ky motiv ka mujt me ardha, bëden, nëse nuk i pa i vetëdijshëm, për çfarë thash në çfarë aspekt ky aspekt ma ka ndihmuar një lidhje edhe më ka ndihmuar me kon besimtar shumë më i mirë në kuptimin e analizës edhe. Po. Para se me dalë te kjo pjesa e besimit, cili është roli që mas shumë ti e don edhe që mas shumë ti ka ndiku te ti, domethënë ose t'jep kënaqësi sa herë kqyr veten. Është një rol në teatr, është roli i diplomës, që unë kam një lidhje të fortë me ta. Është drama e Havelit, është kryeministit çek. Ai ka bërë një dramë, përndryshe ai ka qenë i përsekutuar në kohën e komunizmit. Edhe i ka disa një trilogjik dramash, kur flet për atë periudhë, edhe flet veten si një intelektual i internuar në punë fizike. Drama është njëna për dramave që unë e kom pas gjetë me kom tema diplomës ka qenë. Ai e vendos vazhdimisht veten personazh, edhe pse e ndron emrin nuk e lën Havel. Personazh në veprën e tina, po du më tregu pse është çaq me vlerë për mua. Edhe është ideja është gjithmonë për shkak njërin thirrët
Audienca. Audienca është një ide po birarie, ku ai shefi i vendosur për pushtetit është një analfabet, ka më shkruar një letër, ky nuk din, edhe thirr këtë puntojnë që është havelli vet, me i thonë shumë letrën se nuk di, e këtë arsyen, këtë biseda e shfaqjes vazhdon që ai është e prori, e ky është njëri thjesht i internum, në çet varg ka këtë trilogjin. Unë kam luajtur ekspozitën, vernizazh thirrët titulli origjinal, Bedërzhin bashkët intelektualin. Gjatë këtë shfaqjes ka shumë pak tekst personazhi jam, ka një aktivitet të vazhdueshëm në shfaqje emocional, jo kështu, kur shkon të domiç për një arsye, autori nuk e ka arsye, na i dhajmë vetë tash si aktor për çka ka mund me shku, po shkon me i vizitu në dy kolegë që janë çift mes vete, edhe ata janë shumë të kompleksuar njerëz për shtetit. Pastaj kohë është një lloj ironie që përdoret mua më ka pëlqyer dhe më ka lënë shumë bresa si realisht roli e më i dashtën që unë e kam. Nuk është roli më popullor jam normal, se teatri është pak më i kufizuar edhe si. Te na sidomos është jo vetëm i kufizuar, po nuk e di nëse ka frekuentim të kënaqshëm për ju si artista, për shkak se e di që gjithmonë diskutohet kjo pjesa e, më thonë, sa frekuentohet, sa ka vedije për dobitë e teatrit. Po, realisht është një met më shumë që nuk ka sa është në praktik, të më teatri kombëtar është besoj një teatr shumë i frekuentuar. Okej. Në çdo kom pas rastën me pas edhe shfaqje atje, po edhe jam i përcjell si rregull të shfaqjeve, domthonë nuk ndodh ndonjëherë të mos jetë mbushur salla. Domthonë unë mendoj që teatri ka një funksion që se ka ndru formën prej vitesh, që nështë dhe ishtë dosh me u këshyrë tash në këtë kohën pak ma moderne, me ndru procesin, jo me shku në një herë javë të shfaqet, ose diçka tillë, që e jep që të përshtypjet e njerëz që nuk ka shumë publik ose diçka tillë, se përndryshe mendoj që ka, po ishtë dosh me pas me ndru një qasje pak ma bashkohore, po flas, ka rasu se funksionon njëjtë, që ka funksionuar në vitet 80-70 për shembull, e njëjta metodë, e njëjta formë reportare, domethënë shfaqja e gjatë gjithë vitit në 2 herë në muaj, e sa në tjera që për kohën tonë besoj që është pak i vjetëruar si proces. Me qartë. I menaxhimit, por nuk është pa publik teatri kombëtar, teatri të tjera mendoj që kanë një mungesë menaxhimit më shumë sa që nuk ka publik. Aha, okej. Po gjithçka zoten lidhet me menaxhimin. Gjithçka lidhet me menaxhimin. Domethënë jo vetëm pjesa e teatrit, po çdo vend ku funksionojnë, domethënë grupe ose staf ose çysh do kof. Dhe më shumë veta ka të bëjë me menaxhimin. Po ka të bëjë me menaxhimin. Dardan, a ka ndonjë rol që domethënë në momente të caktuara ti e përmenden jo, po që nuk është më i njohur, se na dim shumë role të njohura dhe zakonisht jemi mësuar domethënë që ato mu përmend, po pavarësisht kësaj, që janë më dukshme. A ka momente kur rolet bin kundërshtim me besimin ton, edhe ti thus peloq to nuk po e marr se ka tash që kundërshtim me besimin tan janë dy paralele. E para kur kemë qysh pe trajton ato që bjen kundërshtim. Për shembull, nëse personazhi yt është alkoolist. Për shembull, kjo është kundërshtim me besimin. Okej. Që ti nuk e kishe lujt? Jo, e kisha lujt alkoolistin, sepse nëse e qes të keqen alkoolit, e prezantoj të keqen alkoolit. E këshyr për një këndvështrim. Që kjo është ideja, domethënë ka dy lloj kur bjen kundërshtim me besimin si parem. Domethënë bjen edhe çaja po e prezanton si vlerë ose antivlerë. Po e jep një shembull të vlerës ose të antivlerës personazhi, me çfarë veprim? Që kjo definon a e kisha lujtë se jo. Okej, shumë e qartë. Po, çka paraqet? Domethënë çka paraqet? Që për shembull një personazh pak më popullor besoj për njerëzit, kjo që Nina unë besoj në popull është Hamdia. Domethënë realisht, nëse është ke serialin ton, na nuk bim shembuj për mundjek. Po. Realisht pasqyrojmë shembuj të gabum, jo shembuj për mundjek. Edhe nuk duhesh me kanë shumë inteligjent me e kuptu këto. Është bukur mirë e prezentuar atë, edhe bukur e hapën që çta nuk janë shembuj të mirë. Na ironizojna me shembuj të gabum. Që me u reflektue kundërta. Me reflektue kundërta. Domethënë bele dhe në ekzagjerim për me kanë të qartë çka. E qartë. Domethënë se merr cilën personazh, se sitcomi e ka më të ilustruar me personazhet. Nuk janë shumë reale,
po egzagerohen, Po. për më rënë pa ato që po flasim. Mesazhi mu marr. Për më marr vesh mesazhi ose për më shku në pjesa edhe e komedisë, po edhe e mesazhit bashkërisht tek masat. Nëse i sheh mirë dhe i vren mirë, apo domon personazhi kryesor është politikan, është i korruptuar, është ndonë që çesëm korrupsionin si diçka të mirë. Po si fakt që po ndodh, edhe si normalizim i shoqërisë tonë. Kushdo që e sheh thash, nuk vjen me kon. Nuk po them kushdo që e sheh që ka një mendje të hollë. Jo, mjafton kushdo që e sheh kupton që ne nuk ofrojmë, ne nuk thojmë u shfaqani të mirë, edhe sa mirë që e kena që korrupsion që e bën vlerën të na, po e bim të kundërtën. Që kjo është e para, edhe e dyta është ajo që e bëhet e kundërta. Domethënë, po them kushtimisht ka që në teatr është bile ma e theksuar kjo, ku mund me pas promovim të antivlera në bindjet e mia, që ata i konsiderojnë vlera. Okej. Domethënë që Për shembull? padyshim. Po ai që po flasim për këto rrymat bashkëkohore që kanë mund më marr më shumë, që un kam vështim totalisht kundër për zëm raport me to. Qof me këto rrymat LGBT ose çdo qof, Okej. që vinë, Po. që kanë pas një shtrije temat e tilla, janë kanë tash Përfshinë domethënë edhe aty. janë kanë shumë. Janë kanë shumë sepse kanë çështje fonde me fol realisht normal, drejta. po, Domthon po. janë suportuar shumë për shkak të fondeve, tash jo. Tash besoj që ka ndruar qeveria Trumpit atje, i kanë ardhur dhe fonde dhe kanë një pas sa kanë pas sinqert Aha, çata. këtë kauz, Po. au kanë veç për me veç është e fondeve, që unë besoj që është çka e dyta. Po, normal që ato nuk realisht nuk pas as ofeta sepse prezantimi jam i bindjeve, unë mendoj që bindjet biles të mos të artistat është diçka që shumë interesant, për shembull ka një ide që për shembull artistat duhet të përzijnë politik, S'duhet. s'duhet të përzijnë politik. Është një ide që unë mendoj që nuk është e vërtetë. Okej. Dhe më thonë, po, nëse flasëm parti politike, mund me kom majtë diskutueshme kjo mabet. Nuk po flas kështu. Po politike ne më ka folin, ti me pas një kandvështrim politik, me pas një kauz, realisht arti peçi ka hub kauzat, ka hub elementin e vet, u bë shumë më komercial se sa që ka qenë substancial. Arti është ka pas vazhdimisht, artistët e mëdhenj vazhdimisht kanë pas kauzat e tyre. Kështu që artisti ka një obligim moral me pas kauz, të vetën, edhe me prezantu dhe me promovu që të kauz. Në mund që saj, unë e kom shpërfaqe dhe shpërfaqe besimin tem, se më nëjë që është pjesë e kauzës tem si artist edhe si besimtar. Në të dy rastet, për mu prezentu e pjesë, nuk jam i kësaj ide që s'du të me konë, sepse artistët mëdhenj nuk janë çështë, nuk janë konë historikisht është që. Dhe më thonë edhe nëse vrejmë të antika, aty ku bërën arti dramatik, drama lind edhe lind teatri masaj, edhe te Shakespeare dhe kudo, kanë elementet e kauzave tyne politike që i kanë përfaqësuar përmes veprave tyne skenike. Edhe shumë e mirë kjo, domethënë për anës tonë, për shkak edhe secilit që e shfaq veten çaj që është realisht. Domethënë edhe besimin, për shkak se ajo është pjesë e jotja, po tek ne nashta diskutimet, ajo ideja që domethënë një inferior ka një herë mirë, por rastet si ti edhe të tjerë domethënë ngrisin atë nivelin edhe të komunitetit musliman konsideroj. Domethënë opinion që me kuptu që një njeri që është besimtar, që beson edhe praktikon fe, nuk domethënë që është i izoluar, që shumë kanë shku vite domethënë prej mas luftës që kemi vazhduar me të njëjtën bindje. Para më veç për me thonë këto, realisht plus pezojmë në fazën që jem, kur ka një sulm, ka një narrativ publike kundër praktikave islame, sepse s'm po shojnë islamit direkt ose ashtu po shkojnë për rreth. Dhe më thonë kur ka dhe i kanë bërë një pjesë besimtare inferior, kjo ka u zbat edhe më e obligueshme. Tash po e nxjerrë obligueshme, po prapse po mbetet individuale. Po domethënë ti mundesh edhe mos më bu. E vërtet, çashtu unë po nxjerr jashta kontekstit tem. Po. Sepse tash del edhe banale me fol. Okej. Veç për vetën këtë aspekt, po flas më në rrafshin më të përgjithshëm, domethënë unë besoj që besimtari musliman, sidomos njerëz, domethënë po foli për individat, domosdoshmë sidomos individat që kanë një lloj audience, apo den, unë besoj që janë të ngarkuar me prezantimin e këtyne për me luftu këto sepse rastisht nuk e kam emrin Dardan. Motra ime kam emrin Vlora. Motra e madhe kam emrin Gresa. Janë emra shqiptar sepse në atë kohë është cënu identiteti jonë kombëtar. Edhe aja që e kemi luftu për me fitu edhe të prind ton, na i vrejmë këta emra. Ti kemi vlera, janë emra që është dashur edhe
me ngol me e rujt identitetin, pa marrë parasysh prej luftës së jashtme. Sot ajo fal Zotit është e sigurt, është e siguruar. Tash kemi hapa tjerë. Po tash kemi hapa tjerë. Domethënë nuk është më kriza që po rrezikohet komësia jonë, jo, përkundrazi tash na jena ata që e sundojmë këtë vend, na jem atë mbizotrues bile na do të pas kujdes ndaj komuniteteve tjera, për shembull, që me harujt vlerat e tyre, përndryshe na jem nuk rrezikohem më na. Kosova është e lirë dhe është në dorën tonë, dorën e shqiptarëve po flas. Kështu që praktikisht nevoja me harujt shqiptarinë sot ma shumë më me kanë dogmatike se sa reale, sepse nuk ka diçka që e rrezikon në Kosovë në Shqipëni. Nuk po them as për Maqedoninë edhe as për vendet që mund të pas këtë rrezik. Po të na nuk është e rrezikohet për momentin. Tash ka në rrezik për besimtar muslimanë edhe për vlerat islame. Po. Ja ka sulmohen, edhe tash në mend qësoj kauza e sidomos e njerëzve që mund të pasin ndaj audiencë, është me pas kauzë jo veç individuale këtë muhabet. Po. Domthonë kufizona më shtëpiave, po na e kem obligative me tregu që na jem këtu prezant dhe kemi vazhdu me kanë prezant pa marrë parasysh narrative, sepse veç narrativa është. Veç narrativa është, praktika në terren 93% po dalin në musliman. Po. E vazhdojmë prap çtë pjesën, domethënë, mirë po vazhdojmë për momentin me një blok marketingu dhe kthehemi për pak. Herta Kids në Fush Kosovë, përballë kolegjit AAB. Vendi ku nuk e keni problem parkingun. Sektori me veshje për të posa lindur dhe fëmijë për 2 gjinit. Aksesor për kuzhinë dhe aksesor dekorativ. Në Herta Kids gjeni edhe veshje për të rritur për të 2 gjinit. Nëse lodheni duke bërë shopping, atëherë keni edhe restorantin brenda objektit për të pushuar dhe kaluar kohë me familjen tuaj. Lodra të ndryshme për fëmijët tuaj. E keni mundësinë që fëmijët tuaj të argëtohen në Kids Zone derisa ju bëni blerjet. Herta Kids, Kids Zone, Orta Food, Family Clothing Store, të gjitha në një vend. Ardan, metëm të pjesa e muslimanëve, domethënë Kosovë sot, që ka ndryshu pikpamja pak a shumë, nuk është si në vite domethënë pas luftës ku jemi gjyku, para gjyku, pavarësisht kush ka qenë çat periudhë. Mirë po ti shumë mirë elaborove këtë pjesën, domethënë edhe shumë mirë që ti edhe të tjerë keni marrë këtë përgjegjësinë, domethënë një farforë me bajrakun që nuk është gjithmonë e lehtë me marrë, sidomos kur është në baza individuale, njerëzit kanë tendenca me u tërheq për përgjegjësive. Po shumë mirë që ja keni vendos vetes si përgjegjësi një farforme. Po e përmende pjesën e muslimanët po sulmohen ose domethënë po etiketohen. Çka po nën kupton konkretisht me çto? Çka po nën kuptoj është po etiketohen me vlerat islame. Okej. Domethënë jo direkt islami edhe jo direkt musliman, po vlerat në ndërto. Edhe që kesh problematika ma e madhe. Do më thonë,
Qërë këtu nëse e vrejmë, pezojmë ka një narrativ për praktikat islame. Do që për mbulesën, sepse këtë bise këto ti ki vetë eksperiencat tua, edhe se cila vajzë muslimane, që ka vendos me vendos me ka në bindë ndaj Zotit tyne, Zotit saj. Për me në qitë mbulesën, e ka një përvojë tillë. Do më është qa që teksume, sa që edhe jo që është teksume kjo mabe, që është sulmu vazhdimisht, është sulmu si diçka e huj, është sulmu diçka që e cënën anën kombëtare, shtetërore, gjithçka tjetër. Nësa kanë hyrë edhe në individuale, që ti e shkelur në edhe te pjesa e individualitetit të personit, që kjo e bën shtypjen tone, ose për shembull edhe në anën tjetër, aja pjesa e hipokrizisë, do më thonë, këtë rrymat që kanë thonë për luftojna për drejtën e gruas, shumë interesant, këtë organizatat asë njëna s'kanë ngritë zonin për këto vajza, kur na e dim që realisht na e dim për praktikës, jam i bindin që dhe në ti edhe onë, sepse kemi eksperjenca dhe njohëm për pjesën e komunitetit musliman, që shumë si aja që e dominon, është e kundërta, dhe më ka vajza që kanë vështirësi të mëdha të bindra me qitë mbulesën, dojnë me qitë mbulesën, edhe kanë të pamundshme për shkak të paragjykimeve deri në dhuna fizike ndoshta, për njerëzve të afërt të saj që e konsiderojnë këtë pjesë që janë të friksuar ndaj kësaj. Ata njerëz janë të friksuar se ata janë musliman, edhe ata, po ndihen të friksuar. Kjo frikë nga ka ardhur. Që kjo është sulmi që është bëj Islamit. Do më ka arrit njerëz me i friksu. Aja që kur folëm për terma, caktum, pezojmë, atë edhe pse jemi bërë shumë për zhrativ termat, së të mos ke pjesa e fobis, por nëse flasëm për islamofobi, ka të theksueshme në narrativen e jetës publike në Kosovë. Do me thonë, unë thash e kum pas babën shkrimtar, ka vdek, një vetë gjysë ka që ka vdek. Zoti jam shërëft. Amin. Edhe, kur vdesh, do me thonë, po du me morë në këtë rafshën që po flasë. Nuk po flas si prind, po flas si shkrimtar dhe një djalë i shkrimtarit, që më është dashur me prit njerëz, me përcjell, me shku në ato orat poetike që janë bë për to dhe vazhdojmë bë. E kam vërejt një paragjykim të jashtëzakonshëm, domethënë prej pjesës më elit vendit që është dashur me kon, për Akademisë së Shkencave, për pjesës për shkrimtarëve të Kosovës. Domethënë pjesa që matë si pjesa më intelektuale e Kosovës, ka elemente të dukshme të islamofobisë. Që kjo është shqetësimi. Fobit ekzistojnë. Të se cila shoqëri. Ndaj diçka e tre që vjen, ose laja që është prezente, po zakonisht janë të shtresat e jo mirë të edukuar ose të shkolluar në rrafshin akademik. Nuk kanë arrit me perceptu ndryshimin edhe e shohin si të frekshëm. Kjo ndodh në çdo shoqëri. Për shembull, nëse flasim për racizmin, në shumicën e vendeve nuk është e ojka e shtetit, nuk është e pjesa akademike e shtetit. Kur u kon e dim çka ka bë. Kur u kon te pjesa akademike e dim edhe i kem shembull botror. Po realisht, sot për sot ka një luftë që për shembull institucionet më të larta të shoqërive e luftojnë racizmin. Po racizmi është te shtretat e ulta. Në përditshmëri. Aja që ka ndodhur në Kosovë me islamofobinë është e kundërta. Të shtresa e lartë të Akademia e Shkencave, kryetari i Akademisë së Shkencave, ka shkrim që ka elementet islamofobisë të hapura. Domethënë e kam pe etikës tem, jo prej diçkave që nuk flas me emra ose me individ, sepse problemi është ka më i madh sa kur kthehet te individ. Amo, e kam vërejt gjatë pjesës, gjatë muajve të parë të vdekjes babis, ato bëhen edhe orë për kujtimore, edhe gjëra janë më theksueshme. Për to babi ka qenë edhe aktivist politik, para luftës ka qenë në burg politik, ka pas një bagazh që njerëz edhe mështë e kanë përkujtu. Domethënë, ka për tyre që si më ngushëllu asnjëherë. Kanë në vërrim të babit, kanë dalë pa më ngushëllu me idenë që ti njëri ka shkruar një shkrim, nuk është me ke babit, është prezantuar si me ke babit, ka qenë i njohur. Ka shkruar një shkrim, domethënë, e ka nis vdekja e poetit dhe gjatë shkrimit është pjellë e keq që ma bën mua pse e kam varros me xhallarën. Domethënë, një ide ai e di që për babën time ka test ose ka test. Domethënë, deri në nivel ditën e varrimit ka shkruar. Domethënë, ditën e varrimit se ka kursy familjen e mikut vet. Edhe mos të shkon e vërtet apo den.
Ose të shkon e vërtet që ka thonë ai, që s'është e vërtet as pike as prej fillimit deri në fund. As miqësia e tij me babën, as e dëshmuar për shokëve tina, jo për me. A keni reagu? Nuk kom reagu se kom pas të rëndësishme me majt balancin mëna familjes, pëse na ishën traumatizum vlera prej vdekjes se patar dhe shpejt. Pat një infekcion edhe ka qenë shumë i shëndetshëm, për 3 ditë ka vdek. Domethënë ai ishte më lot shokum prej atij procesit, edhe më thjesht desha me majt balancin mëna familjes përpara se me kriju edhe një problem tjetër. Që kjo kon arsyeja pse s'kom reagu edhe pas këtë kalimit kësaj nuk kom reagu për arsye që nuk desha me rikthyn vëmendje shkrimin. Domethënë tash ka pas paragjykime të jashtëzakonshme. Njerëz që kanë pas rezerva ose domethënë tani më isha komentet në atë shkrimin që është bëu, ajo kanë peshkrim ai theksimi më i madh. Po. I kanë shkrimit. Nuk po flas për njerëz që nuk kanë njoft, po kanë pas paragjykim ndaj tina, domethënë ka pas kësi që njihen për islamofobi, që besoj njohëm si emra, që thjesht aty domethënë nëse që ky është djali tina, kur gjë s'ka bëj për vepra. Domethënë ajo është edhe pjesën e letërsisë, komplet letërsinë që është djali i tij. Këta njerëz, le që kanë posta shtetërore, po kanë edhe posta akademike. Domethënë islamofobia është e konvret në klim shqetësuese. Domethënë hera e parë që për një sekondë kom thonë çfarë po ndodh, se zakonisht kim konkrenar se kom lodh kryt për këtë çështje. A dhe me thonë, pa që dikush më paragjykon punë e madhe, apo dhe paragjykojnë edhe për peshë, edhe për ngjyrë flakëve, edhe për ngjyrë syve, le të paragjykojnë, apo dhe. Po i raport, nështë që këtu mbike bara me i përfatsu familjen, qa po ndodh, apo dhe, qa është kjo kanë vështreme, apo dhe, në dyta është, babi jam ka qenë musliman, nuk ka qenë praktikusi më i rregull, por nuk ka as pa praktik. Domthon kemi folur namaz bashkë edhe, apo dhe domthon qa është kjo përshtypje, domthon ai komunitet e asoj gjeneratës është thirrë me i pranu besimtarin praktikues. Ai e pranon një besimtar të një verzioni që ai e konsideron që është duri. Domthon kanë pru modele, para më njerëz që nuk janë praktikues të Islamit, që nuk e njohin Islamin, ata do të pru modelin e vet të muslimanit. Edhe që kjo është ajo sulmi që bëhet. Domthon ata thonë, po muslimani dal për neve është kë. Ose ai po del një hoxh dikon që prezantohet si hoxh ndoshta, edhe jep mendime thonë, ç'ky është ai hoxh që na e dojmë. Domthon po ka një kriter që është duhet apo. Normal. Ka një kriter që është duhet me kon hoxh, edhe atë kriter të cakton ti. E vërtet. A do nuk mund të caktu ti. Që kjo është ajo që tash ka pak, edhe thash ajo që vazhdoi me ricek që islamofobia pe këtë fobive sociale është më shqetësuese në Kosovë, për arsyeën se ndodhet te kupola e shtetit. Shumë elaborim i nevojshëm për më dëgju. Është interesant, nëse po shpresoj që nuk po zgjatna. Po nëse merr vesh një element me po, domethënë këshirën në debatet televizive, qoftë edhe në shkrime, nëse të bje me njek botën, po e thamë thojtë se kjo është dyshim tani masaj. Kur këta vujnë peksila i smundje, unë kam probleme i thonë pjesa akademike. Po realisht i monjë të pozita. Po i drejtojnë për shkak pozitave, jo për shkak vlerave që i kanë tilla. Pse s'mund me kanë një akademik që ka i mbyll, edhe i varën për tyre smundjeve. Se nëse është kjo akademik, ka 10 lehtë akademik. Aden po i referona akademikëve të Kosovës, vrej kur flasim për Islamin, na i vrem që kemi një horit bazë për Islamin. Sa të pa informum janë. Domethënë ai merr drejtën me titull doktor shkencë ose doktor historisë, me fol për vlerat e Islamit që ti ke drejtuar me ty, jo ti. Një besimtar i zakonshëm që i din disa hapa të parë bazat e Islamit, e kupton që informacioni është i gabum. Domethënë akademiku që vendos me shkru për Islamin, cili do që pe rrevit akademik, edhe po dalin po thojnë, në një pravavije shkencore që e ka, çfarë analizën kur flet për Islamin. Asnjë njohuri s'ka. Asnjë njohuri e kom pas këtë debat edhe me babin tim bile. Sa ka qenë ndjer i gjallë apo. Edhe shumë atje pa ta bëni kohë, e pat marrë këtë këshill për me. E kemi pas një debat që tash nashta më me zbulu një pjesë tina, tash vazhdimisht informojmë nëse zënona shumë. Për shembull, unë kam një bibliotekë trashëguar për tina, dikon me 10.000 tituj librash të babit. Edhe ja besha bab qysh të mendshme. Një të ki edhe shumë shokë që e ka një bibliotekë me një volum që ka të madh.
Qysh të mëndshme, në ka zhvillim të madh të librave. Për shembull, ju si keni dhënë hapësirë shkencës islamës. Çfarë të qoftë, s'po i qasna me ata që besojone, me vërtetën absolute, me fenë e ardhur prej Zotit. Po një fe që dëmëron pjesën më të madhe të botës. Besim, një Po, besim. që bele një pjesën për një periudhë kohore e ka udhëheq botën. Prej saj kanë ardhur dhe janë zhvilluar shumë shkenca moderne. Prej asaj bote, në bibliotekën 10.000 libra. e krejt këtyne nuk nëzojnë vend 5 libra. Edhe ato janë 3 kuranat për këthym ndryshe. Edhe atë 2 libra që ka mund i marrë dhurat. Kjo ka në fillimi ti. Qysh të mëndshme? Po dëmon për hinduizmin me lypë ma pak, shumë pse? Që është shumë i largë për neve. Po. Dëmon nuk kena as fqen të tillë, që më qa është puna tyne. Është shumë i largë. Si ka kalu kufit e vetë, është kufizu mërna botës vetë. Dëmon, ty të ka ardhë është një doktrinë që të ka ardhë është ka e të rëndit Londrën, Amerikën, me përqindje, me rritje, me këta, edhe ti po flasë për këtë plejadë, këtë plejadë nuk ka arrit me e pas, ose si ka thonë, kanë mjaftu me dogmen e shkollave komuniste që kanë pas. Dhe me thonë, është pas diçka shumë primitive, edhe okej, me një varë definicioni, smut komunist që e kam pas, në teori, unë e kam babili një shkrim, po këtë shkrimin e kam të shikun pak prej babit, kam ba një shkrim për çështën pikërisht për çdo mosha, dhe me thonë, qysh është e mëndshme. Tani mas ne kemi pas një reflektimi, ju ka kthy edhe babi shumë librave, të kësaj për me pa dhe edhe ai ka pas këtë kritik ndaj kësaj. Dhe me thonë pse na kemi metë në dogmën e parë fillestare, ku është ngolit qysh në shkollat fillore që okej, dhe më interpretimi i këtë namazit ka qenë po ka qenë ushtrim sa ta s'kan pas ku me ecë arabte, hajt një ushtrim avdin, edhe ta shtesh çajnjeri. Kam rrit nivele shumë të mëdha shkencore ose akademike, edhe alo interpretim për namazin e ka qëtu. Dhe me thonë, mba e pak ta shuj. Ma e pak ta thonë nuk dija veten. E vërtet. Nuk Thash di. se cili po merr. S'ki interes në rregull është. Po. A veten tek vend përgjegjësia jotja është apo. Po ngjohen pak të dyshime, shuj, amo pikpyetje. ti me orë tash më thon ka dhënë se çka nuk është dura, unë të ka dhënë se du më modeli musliman, kur interpretimin për namazin e ki që është ushtrim, është verzioni i jogave çapo di diçka që interpretojnë ata. A dhe në e di që në veshën e cilë besimtarë është shumë e çuditshme kjo mohabet. Shumë e çuditshme që e kuptoj një mos kur është ndërprej. Për shembull jepet një kanë vështrim edhe historianëve, edhe e shet edhe te historianë, domethënë, okay, e kuptoj një që këta se kanë studiuar, po këta që kanë studiuar historinë, që e shohin dëshmërinë fetare. Të shqiptarë që e kanë edhe hala thonë, "No, si na shumë popull fetar se për kur, po çysh ti avish me memoria, sa memoria për ata që nuk e dinë është memoria e shpejtë e kompjuterit. Në momentin që shrymet kryhet aja. Nuk është hard disku që e mon bagazhin. Domthon ti historian veç me memoria ja qysh. Po qysh është e mundshme ti më thon apo den. Po qysh është e mundshme më thon për një popull që betimin kryesor e ka pashadim pasha iman. Vërtet. Apo den, qysh është mundshme më thon me një popull që s'kan pas dëshmëri fetare apo den. Ku kanë vuj, qysh mund të pas për një popull, këta e kanë pranuar Islamin me dhunë, apo e pse nuk kanë shumë me dhunë? Se na dim represionet të jashtëzakonshme për me lëshuar Islamin në Kosovë, prej malazezëve, prej fqinjve tonë që kanë dashur me ndryshu me ki raste në Dogaxhen se kanë qenë më afër tyne, që i tregojnë edhe rrefenj, jo rrefenja legjendash. Emra konkret njerëzve. Të vrom, e të masakrum, veç për mos mendruar një emër. Edhe ti thu, po janë kod do kripto musliman, dhe musliman më shef për me marr për me ikë të sa në kohën për Andorinë Osmane, që kanë konja 4 familje në ketat krahin, të tilla, po e zojmë, që edhe thot, apo këtë populli jo nuk kanë shtë që, nuk më gjetë në dikon një dokument që ka konë jona që të që. Ona tjetër e popullit, dhe me thonë, ka mjaftu popullit në periudat caktuar bile e kanë këshpërdorë, po e kanë këshpërdorë politika masaj. E ka këshpërdorë edhe në atë kohë po flas. Ka mund të këshpërdorë besimin edhe ndjeshmërinë e tyre fetare. Domthonë Austro-Hungaria e ka këshpërdorë luftën e parë botërore. Or ka pas një aleancë me Turqinë, i ka marrë oficer turq me të kallëzuçin, na ka Turqia dhe kanë marrë pjesë shqiptarë në Austro-Hungari në betejë për Austro-Hungarisë, për shembull pikërisht veç që kanë pas të mënuar që kanë ndeshmëri fetare.
këtë këto të bojnë me kuptu që në Kosovë narrativa e islamofobisë nuk është e masat. Masat nuk kanë ato në dy raste, ose din me konë të keq informum edhe kanë frikë, kur i thot vajzat tyne po mbolohet, ose djali po mënojnë me pas një praktikë islame, problemi për tyne është shqetësimi që shumicën e rasteve kanë ata është kjo hek për punë, çika monë ty qysh, edhe shqetësimi prindit është për fëmin. Ai mendon që fëmis të klimën që është, kam i blloku rrugët e jetës. Edhe kjo te mosat është çka. Te akademia është bindja islamofobike. Bindja dhe ndikimit e tjerë, për shkak se me qenë akademik nuk është diçka e vogël. Do të thonë edhe mandej çdo fjalë, si unë që thash, nuk është e njëjtë me dalë secili me fol për islamin, për me ndiku edhe si me fol Dardani, nuk është e njëjta edhe për këtë kandin tjetër. Nuk është e njëjtë si me fol një akademik edhe si me dalë një njeri i thjeshtë që fol, do të thonë kundër islamit. Dardan, më pëlqej shumë elaborimi dhe besoj që është shumë i mirë dhe i dobishëm për shkak se unë jo rastisht kom dashur me ndërlidh pjesën e besimit në këtë podcast me ty, për shkak se edhe te pjesa e aktrimit e di që kemi shumë me fol, po prapse kom pas dëshirë që me pas një ndikim të mirëfillt me ditë, domethënë për pozicionin e muslimanëve, diçka që ti so ishe duke tregu për pjesën që ka ndiku aktrimi tek formimi yt si njeri, tek ndryshimet, analiza me veten, mu kujtu një shkrim që e kom lexu këto ditë, nuk e di nëse ju pëmëndojnë nashta ju edhe veç e dini, një artiste ka vitet 70-ta që kish pas bo një shfaqje që ka dalë në skenë edhe 6 orë ka qëndru. Sërbë është ajo? Po. Në Serbi është, po, Beograd. Po, edhe do më thonë që ka kërku me bo gjithë çka ka pas aty mjete, do më thonë edhe mjete jo të rrezikshme, po dhe të rrezikshme, do më thonë edhe ata me ushtru, mbi to çka dojnë njerëz. Ata në fillim kanë qenë ajo ka një shfaqje laborator thirrët në teatr, eksperimentale, ka dalë, ka zgjatë 6 orë, u ka një aktore që ka dalë në skenë, është ullë edhe veç ka nejt, edhe i ka thonë lirin publikut, ideja e ka që mëne e bëjt çka dëni, na nuk të dejnë në ekstreme, nuk kemi me ndërprej shfaqen. Aja që kanë ndodhur është 2 orët e para, kanë marrë për rekvizita, të vendosta në skenë kanë qenë rekvizitat, 2 lloj rekvizita. Dhe më thonë, kryesisht ka pas lule, ka pas të tilla diçka, edhe ka pas mësën edhe gërshane që që gjëra tira kënej, po veç i kanë njën atë. Dhe më thonë, publiku ka qenë i lirë, ka qenë nashta edhe ma shumë një shfaqe e formën sociale me po qysh funksionon. Çka mendon ti në lidhje me çto? Do të thonë ata një herë kanë qetë, mandej fillun aty qysh përshkruhet, kanë filluar me godit ose me qenë të dhënshëm një farë forme. A mendon që natyra njerëzore mundet me funksionu pa rregulla, do të thonë se çaj eksperiment 6 orësh, besoj që na ka mjaftu me kuptu që nëse njeri lihet i lirë pa një kufizim, do të thonë ku shkon. Ju si artist, unë se bota artistit ka njerë... Kjo 2 orë i parë i saj, që 2 orën e parë që kanë fillu me i dhëru lule, e këtu u konë veç pjesa të testu, adën, a është që kjo muhabet i lirës, ata besojnë që sorën e parë këshin fillu në dhunë. Sikur të mos... Kënd vështrim shumë interesant. Po vi që kanë testu, a është për një maq ajo? A është për një maq ajo, edhe të ardhur për një botës me rregulla, jashtë me ligje, kanë shku të shkel terrenin. Së më besoj që isha shumë herët aja pjesë. Njerëz pa dyshim që nuk ishin mujt me jetu pa rregulla. Bile që janë të sanë që jënë përdorë në anën analizave, ka gjithmonë rrafsh negative dhe shtimi përdorë si terma, po që nuk është e tillë. Për shembull njerëz kanë nevojë për dogma. O shumë rëndësishme me largu dogma. Shumicën e problemeve të moderne që janë është mungesa e dogmës që ju ka mungu. Dhe më thonë dogma e prindit. Shetnia e prindit. Në në klypë më arsye të më dhoja pëse do me pasë shetni prindi. Kjo është dogmë të njerëz. Edhe sot i shetërit, të rejat, ose gjërat të rejat, tash po ham të ri, se mu me kanë tash në mosh, po e shë njerëzimin, që se cili ka një akuzë ndaj prindët vetë. Edhe ti besojnë profesional e vrejnë këtë muhabet. Dhe me thonë, vazhdimisht është kanë gabu prindë me mu, se sikur të këshim bo kështu, pa ata pak ma kështu, ata në gjithë rast, në gjithë interpretim. Për shkak të ramjes së dogmës konceptit prindit.
ka ardhur këtu. Po mendon që roli i prindit po zhvlerësohet? Po zhvlerësohet. Roli i mësuesit po zhvlerësohet. Do të thonë, eksperjenca e mia, Gjerosën ata përshëndes, ndoshta për shkak lidhjes emocionale me mësuesin tam, mësuesin e xharie. Kostumografia që punon në serial, e kish në hyjje në sekondit. Po. Mësuesin tam, edhe ka kohë që nuk e disha ku jeton ose çfarë bën mësuesja im. Edhe nuk e di ai kish pyeta apo nën me Dardanin po të bëni të fala. Edhe po vjen kjo thatë, ka pas fala mësuesja. Çfarë mësuesi s'e disha, dhe më tha, kur më tha mësuesja në xhari, domthon nuk i ide çfarë emocioni pata. Domthon edhe për një moment tash a kam pas emocion djali jam. Në çti den e mësuesit modern që po bëhet. Na jo këna tut mësuesës. Kemi pas edhe frikë për saj. Na ka dhënë në flokarash në herë. Nuk jem ka foli për metodat, kanë mund të thonë do metodat gabuar do të mira, nuk e di unë këtë mohabet. Po. Ja njerëz të tjerë, normal. njerëz të tjerë që do të studiojnë detaje. Po do të thonë, megjithatë ka arrit të na me u kristalizu mbrana vetes tonë. Do të thonë, na kemi pas problem se mësuesi ka mësuar diçka, problem ka pas prindi, më ta ndryshuar nëse ka pas mendim ndryshe. Ç'ash i kristalizuar ka qenë mësuesi. Edhe vresët të fëmijët e me, të në për mesat e mia, domthon jo nuk e kam vesh një mosër, kjo është mosër e dukshme të secili, domthon me çfarë indiferencë, me çfarë lehtësie na e zhvlerëson në klasën e 3, 2 fjalën e mësuesit. Ç'është? Po nas kena pas mirë kësë mësuesi. Mësuesja është amin për mas. Apo do të thonë, ne kemi hek shumë për këtyre dogmave me idenë që sa ai më me gabu, okay, është e vërtetë, ka pasur të kanë gabu, kanë pasur raste kështu. Po tash kemi kaluar në një version krejt. Po kena kaluar në një ekstrem tjetër. Sa që na zhvlerësu gjithçka, edhe tash më kur gjithçka relative. Si revolt ndaj asaj që. Tash vrek më bëhet tash. Na këto tu i hub këto hierarki, na tinin çase kena me Zotin apo. Po ka thon po ka dal. Ka thon Zoti dhe na jem ka dal. Zoti ka thon. Po ka dal apo. Dojmë na një vendim tonin, aty me mushty. Mushty. Domo e konteston fjalën e Zotit me lehtësi më të madhe apo. Ka dal mirë, bish pak. Apo den kur e sheh, unë mendoj që njëri ka nevojë në bazë për dogma, sepse stadit kuptimit ton, nivelit, nëse folim për racionalitetin, që ka kundërta dogmës, është e vështirë më arrit vynie ton, që në detaj vogël me shpjegu si ndjesitë temën, nashta të qenë aktor, po shkoj më shumë ka ndjesit. Po. Jam pasionant i ushqimit. Gjë që vrejet nashta. Do më thonë, ka një dallim për njerëzve që e kryjnë obligimin me hangër buk, edhe ka për atyre që e shijojnë çdo kafshat. Unë si fëmijë kam qenë i tillë. Nuk kam qenë mbi 5 si fëmijë, se më kam shumë aktiv. Po kam dashur ushqimin. I kom pas pika do të ndoshim edhe thesha skryhen, edhe kjo është theksuar të shumë fëmijë. Po. Edhe tash ajo që e ndjen këtë afërsinë e nanës gjithmonë që merr ti diçka edhe si fëmijë kurrë nuk i vendos, don picë tani më sa i thua okay smura pomfret. Ose diçka edhe të shem nanën tonë thonë merr ti pomfritin s'm PH. Edhe ti e din çaja më në han. Po i thu jo edhe insiston, edhe ta bëj ke mami o merë se nuk po mujë me hangër adin, po te kështë hangër, nashta e kështë hangër, po mund për më knaqë më shumë që pa në te. Edhe, po s'pe kuptoj mam, po keme kuptu një dit. Që të fjallën keme kuptu një dit, isha shumë pesimist në vetë. Isha, valla, one jo. Te ketë moment dollë, one si jadon për më fritin kërkoj. Me mujtë me hangër, nashta këtë ngjina shumë, jadon pjetin që së në ha. Po, s'pe ha, për një aftonë me ta tjertë, se thmija e më po knaqë të hangër, që konë dogmë për mu. Së në këmë kuptu në kuptimi racional. Edhe më ndodhi para 30 dite. Ku njëta sken me djalin tem. Edhe kur e shësha për jetimin që i pekaj pic, okay, edhe baba me morë dhe përfrija 2, po mere krejt djalja. Krejt, edhe ta i krejt knatësi të mu dyfyshaj ke mu doke. A bëtin. Edhe tha, a bëjme në gjy atë sosin tanë, thash mere dhe sosin krejt. A vetën edhe po më këshirë gruja kështë qaj të bodash, nuk u ka dinë se këtë ja kësha e pështash. Dhe po nuk është mirë që përnojnë kësë, unë e krejt, edhe qa ka tjetër. Më pijat, e qa kish lyp, kër e shët që për knacin që më krije këtë one. Edhe e po tani meditim shumë të shpejt. Tha shëtojem ka këptej që tash. Kur jem bo prend.
Këto s'kjes kuptohet në mënyrë racionale, Qartë. në fazat. Kjo që do të më njekë si dogmë. Dogma do të më njekë ku janë të provume. Jo dogmat e përprovume. Unë nuk po them që dogma është e mirë, çdo dogmë është e mirë. Normal. Por kontrazi ka shumë që duhet me u shërtu, apo edhe po edhe varet pe cilin nivel njerëz po shërtohet. Po. Sepse është ka herë mungesa e eksperiencës dhe vetdijes tonë për me e kuptu. E vërtet. Na kena kuptuar edhe shkollën si dogmë për fillim, që ishin me shumë fanatizëm, thashë babi po, lam të flaj sot apo den. Si jam katlypin, janë shumë më shumë çush ka, mësorit në disiplinën apo den. Pa çaj është bë me mungun në shkollë apo den. Pse po më çon apo? A hes po ki dhim ta, apo den. Ç'kesh perspektiva jam. Po, normal. Apo den ose aja ideja që i jep sirupin fëmis tanë 3-4 vjet, edhe duhesh mi thirë 3-4 veta me mojt dhe të jepsh një sirup për me pi, apo den fati e natyrshmëria e fëmis me e kuptu prindin, dogmën e prindit që po thas, shetnin e prindit, edhe pse e sheton që të procesa se merr si dhunë. Po. Se e kupton ma vonë që është e mirë, apo. Po çfarë thon, për mjet diçka që s'po më shijan me zare. Apo den, po t'jepi për më të kursu për 100 sana tjera që është ka e bën virusi ose aja që e kisi smundje ose po për më të bëj këto. E kupton, kështu që njëri ka herë nuk rritet shumë shpesh. Ka herë gjen elementet foshnjërisë, edhe kur të rritet shumë në kuptimin e paditurisë që e ka, edhe ka me kuptu vazhdimisht edhe kjo është bilethoni e ketë ke njerëz të ditur. Që kur kanë marrë një stat dije, e kanë pas sa oceanisht i madh dija sa pak ujë kanë marrë për tina. Veç na që punojmë me qeshme dhe nuk e shohim hapësirën e ujit ka vjen qeshmja, mendojmë që kemi shterra, po rezervorin e dijes. Ç'kjo që ti e tregove për sa i përket pjesës prindit dhe fëmis, temë shumë e gjonë dhe tepër me rëndësi. Edhe pjesën e arsimimit, prindërimit sot, çfarë degradimi, kjo është global. Domethënë edhe te na, po na jemi shumë gati. Kur vjen puna te këtu dështimet, na jemi të parë. Na shta për shkak se jemi të gatshëm domethënë me shkuç aty. Dardan, i kemi disa foto të cilat kemi me i shfaqe dhe me i komentu, edhe pse regjia më ka njoftu që kohën veç e kemi në përfundim, po prap nuk po du me kalu pa i pa fotot. Shpresoj që shtash na bojnë gati, mi po. Këtu jeni? Këtu jam une, Agane, edhe Graniti janë kolegë, edhe shokët e me të ngushtë. Du me dhoni arsye pse i kom përzgjedhë këto foto. Këtu nuk janë fotot më të bukura që unë i kam. Ose nuk është fotot që asë që i du ma shumë. I kom marrë fotot që i më përfatsojnë. Në një kanë vështrem. Kam foto edhe me shok tjerë që mungojnë foto. Po qaja që unë dësha me thonë me foton, me i komentu fotot, u konë ideja me përzgjedhë edhe e kom përzgjedhë për arsyen që e kom përzgjedhë në qabë ku kemi qenë. Kom pas shef me dhoni ide për këto është kur jam shku në umre për herë të parë. Çtu ka qenë hera parë? Jo, kjo nuk ka qenë hera parë. E kom pas shumë të pakuptueshme çështjen e tavafit. E kuptesha si ibadet, si adhurim. Po nuk disha kur gjë dhe parë që thash po pas na jam të bëj një ibadet që s'kam lexuar kur gjë. Disha shumë me meditu këto, Okej, e kysha si ritual, po nuk e kuptesha, nuk disha as ka me u kap në meditim dyshysh. Edhe kur erdha, kjo konë hera dytë ku kemi shku. Edhe në herën e dytë ku kemi shku, pa ta vazhdu me varë, thash po du me ditë për tavafin, për që kanë pas njerëz të ditën, dietarë që kanë thonë për cilat kanë qenë meditimet rreth tavafit. Për me kuptu dhe me përjetu ma mirë. Një spjegim të përgjithshëm për parafrazoj pak a shumë, ato që jam pa të bë për shtypje, është Zoti ka bërë gjithçka pothuajse në lëvizje e ka lënë diçka në epicentër. Dielli epicendra e sistemit tonë diellor, toka epicendra e hanës, galaktika rruga qumshi që është galaktika jone ka një epicendër. Tani këtë universi mendohet që ka një epicendër, edhe ka gjithçka sillet rreth një diçkaje. Gjithçka sillet rreth një diçkaje, njerëz kanë me vazhdu me usi rreth një diçkaje. Ideja është me ditë a është kibla çaja që ti po sillesh. Ti je tu si rreth dikujt. Edhe nëse je ateist e ki një epicendër, veç këshire kanë e ki kiblin, kanë e ki vendos si kible, edhe në këtë udhtim që merr edhe në këtë rrugtim kanë me të vy njerëz. Na jem krijesa sociale. Nuk jem individuale.
Nuk jem si Shqiponia, që e bën çerdhën edhe e mon territorin e vetme. Na jem në tuf, njerëz funksionojnë në tuf. Tufa është shumë primitiv për kafshët. Na shumë më të avancuar në këtë aspekt, por në esencë është tuf. Po. Funksionojnë në kolegialitet, edhe njerëz e dashën edhe njerëz të duhur, për zgjedhja e shokëve duhur, është jetike në këtë rrugtim. Jo rastisht Zoti ka porosit profetin, shoqëroj me ata që e kanë breng ahiretin në mëngjes e mbrëmje, në surën Kaf. Edhe këta njerëz, unë jam me fat që i kam këta dy shokë, edhe shokë tjerë që nuk kemi qenë bashkë. Po. Kështu që këta dy nuk i përfaqësojnë këtë shokët e me. Po të kuptoj shumë mirë. Po unë po kam dëshirë diçka me ditë për çto. Na e dim që të tret kryesisht keni edhe role, domethënë që lidhen me humorin. Po. Edhe atje na e dim që me shku numër është diçka shumë sentimentale, shumë e ndjeshme. Po, a keni bo dhe humor? Sa keni qenë atje bashkë? Na besoj që jem... Ju në mes vete është fjala, se na e dim që... Po, dëshim. Humori është pjesë e jetës njerëzve, apo tani na kohë kemi profesion edhe bojmë, besoj, ma mirë se një profesionist. Po, normal. Në tanë si, ma mirë se një që ka profesion. Kështu që e kemi të pandashme pjesën e humorit në shoqërinë tonë, edhe është një diçka që ka një keqkuptim të madh ndaj humorit. Aso që quajnë njerëz humor. Domethënë nuk dina një bë dallimin mes tallës, humorit, edhe një segmenti çesharak. Po. Një tuk kanë dallim realisht. Humori është diçka që e bën një moment çesharak me dashje. Ç'ka është humor? Çesharaku është kur dikush nuk bën, domethënë çesharaku është diçka që nuk bëhet me vedije. Quhet veç çesharake. Domethënë rrezohet dikush deri diçka edhe shkakton çeshura, bëhet një skenë çesharake. Ç'ka është çesharake? Pa nuk e bën me vedi shumë këto. Po. Edhe tallja është me shkaktu çeshën me përçmimin edhe me çmimin e tjerëve. Po. Njerëz të na shpesh çdo e quajnë humor. Keq këtu. Nëse nuk bëhet shkëndasi, unë shpesh dimi thonë njerëzve, mos u marr me këtë punë, apo mos u marr se është problem vëllai. Ti i kam në namën të humorit, po i ka i tall njerëz. I ka në nëshmon njerëz. I ka dalë dikun që ma nuk i krijon atë efektin që e ka. Po. Humori lidhë zemrat, apo kjo kon pjesë edhe jetës vetë profetit sallallahu alaihi wasallam, që ka shkaktu të besimtarët që kanë pasur humor dhe ka fol për lidhjen e zemrave. Gjithashtu në atë kohë janë disa hadithe që e përkufizojnë çto që po e tham shumë mirë. Por me pas kujdes që po thutin me diferencimin. Diferencimin mes kësaj, apo po flas me jetën e tani para në raport me gjërat e shajta. E vërtet. Vazhdojmë te fotoja tjetër. Këtu jeni? Këtu jam babi, janë dy djemë të 11 mëdhaj, edhe one, edhe jem në prekaz të Ahmed Elia. Ka qenë në udhëtim në fund tetorit, kemi pas zakonshme njerëz 2 herë në vjet me shku me vizitu prekazin. Babi jam ka qenë tekst shkruesi i këngëve më të mëdha për dëshmorë që janë, pejsërish Vir Marsi edhe shumë pilota të tjera që vinë. Besoj që nuk ka tekst shkrues si volum po flas, që ka shku dikush për dëshmorët e luftës të Kosovës, këngë, ma shumë se babi, janë dikur janë 170 tekstet këngësh për dëshmorë. Këta e këm lidh me diçka interesante, dhe më thonë, kur Zoti ka kriju Ademin, a.s. i ka thonë banorëve të qiellit, kam kriju një me kambës në tokë. Kam kriju një me kambës. Interpretimi dietarëve për fjalën me kambës, ke ai që trashëgon, lën trashëgimi. Edhe na kemi orë me trashëgimu këtu. Jo me trashëgimu vish pasuni. Vlera. Po. Vlera, prej bazës tonë, babës tonë, Ademit a.s. Dhe baba me kamin Adem, por nuk e pata për këta. Po. E pata për babën e njerëzimit. Ka vazhdu me trashëgu, edhe ideja është ka po trashëgojmë. Sepse ajo që trashëgojmë është shumë e rëndësishme për neve. E kom zgjedh foton, jo rastisht, domethënë Ahmed Elia është 1912 ka vdek, domethënë rasti i Ahmed Elis, kush e din, domethënë ka ndodhur 1912. Ahmed Elia ka qenë një fshatar i thjeshtë. I një zone shumë të pa industrializuar ose të pa emancipuar në kuptimin ekonomik ose infrastrukturës të kohës. Në prekaz, qysh kanë qenë këtë fshatarët e asaj zonës në Kosovë për shkak të luftrave të ndryshme.
Po ai ka zgjedhur me lani trashëgimi. Ai ka zgjedhur me lani trashëgimi, vlerë ka lë. Amedelia ka vdek, tu shku me ndihmu kujshis vet me sapat, sepse kanë hinë Gjardarmeria serbe me vra kujshin e tij. Ky me djalin kanë shku edhe me një kushëri tjetër, me lopata, kanë arrit me largu edhe në manat ku i kanë vrarë prej 8-9 veta mendohet që janë vrarë prej aty në gjendarëve që kanë bë krime, që të ne kanë realisht. Jo as gjendari, kanë qenë kaçak serb, nacionalist, që kanë ardhur me i vrarë me grabit shqiptar. Edhe është një moment kur i thot djalit nëse nuk vdes për kushi, s'vdes as për rropt me. Dhe kjo është vlera që ai ka trashëgu. Nuk po du më thellu në histori, detajet e historisë së tina. Po, shembull shumë i mirë realisht. Unë e kam marrë këto edhe e kam marrë këtë foto për me tregu që na jem pjesë e trashëgume e dikujna, vlera e dikujna, për shkak e kam marrë foton e babën tam. Unë ndjej përgjegjësinë e trashëgimisë që e kam marrë edhe ideja ku po e çojmë trashëgimia, ku po e çojmë trashëgimin. Edhe djemtë tu me e pa të njëjtën, domethënë me pa që të njëjtën, a bën domethënë historinë me dëgju prej tij. Ti rezultat i trashëgimisë dikujna. Legacy që njihet. Pe përmani të tjerë, mëse zakonisht pe përdoret, s'kisha pas që e përdor, po pi përdori njerëz që kuptojnë ma fëgjeshëm, më bik interesant që i dhu trashëgimi, sepse trashëgimia kuptohet na vetëm pronë. Kur bja thu legacy kanë pa pe filma pe diçka që fol më shumë edhe për vlerën. Edhe që është shumë e rëndësishme zotin se sa trashëgimia materiale. Edhe domethën ka trashëgu, edhe jo rastisht e ka brymos emrin e vet. Sa fshatari i asoj kohë ka pas një emër mbi emër na mjojnë Amedelin. Kalon një trashëgimi të pashlyeshme, saqë kur shkron aty edhe i shek ata që janë Delia e haron mbi emrin. Unë kisha një emocion dhe ai kishte një kushtet e Amedelis. E mora Amedelin për me tregu kozgjatjen, se prekazi ka shumë. Po të kuptoj. Prekazi ka shumë. Do më kur shkesh prekaz, është si me shku me një qenë tregtar që ka shumë për me zgjedh. Atje ki në çdo rrugic, i ki kullat e këto, edhe masnej me udhëtim me babin tim këtu sana, ka qenë kjo është trashëgimia, trashëgimia më të mëdha që më kalon, ai ka njoft shumë mirë historitë e këtyne. Edhe të shkosh dish. Po, edhe çato edhe ka qenë inspiruar me siguri mandej edhe shumë për me mujt me bot tekstet a ditë fuqishme që e kjo është në çdo aspekt. Domethënë edhe si shqiptar po flas, trashëgimin që e kanë lënë lindas tonë. Linja kombëtare është një trashëgimi e artë që na duhet me këshyr me vëmendje shumë të madhe po foli si popull sepse mund mi trazu ujrat. Mi trazu ujrat, ai ka qenë një trashëgimi shumë emancipuar për me bën një popull çfarë jemi na sot. Linja kombëtare kushdo që ka studiu, unë kam pas topi babës tam, baba im ka qenë pasionant i linjës kombëtare. Këto vlerat njerëzore që thash ta Amedelis, edhe dhe ato që na përçojnë se cilën bindje edhe zemra tona. Domethënë na nuk po arrim sot me këtë akademit që i pi kryme po përfundojmë me kriju gjeneratat që kanë kriju ata pas një shkollë, si rasti Asharave ose si prekazin vetvete. E vërtet. Babi ka një poezi për prekazin është një fshat i thjesht, i zakonshëm si këtë ditë vjen fortuna. Kur vjen fortuna transformohet në një fshat tjetër. Për shkak të fuqisë dhe të asaj që integrohet aty. Për shkak asaj që kemi pa historikisht ajo. Po. Vazhdoj me foton tjetër. Ky është djali jam Ademi. Ademi. Ademi është djali jam i vogël. Trashëgu emrin e. Është vazhdimi i trashëgimisë që unë pretendoj me lën. Nëse ajo ka fillimin i trashëgimisë, që unë e kam trashëgu, më duhet me rujt të vlera. Kjo tash është përgjegjësia me bërë të trashëgimi në mënyrën e duhur edhe me mundu me vlerësu me sa do vlera të tjera që muna me mbështjell. A është e vështirë për ju si familje me e dëgju emrin Adem? Jo, përkundër është e kundërta. Domethënë të na ka pas efektin e kundërt për neve është shumë kënaqëri. Shumë kënaqëri, domethënë vendimi me lajmin Adem ka një grus tam dhe jam shumë falënderues. Për grus nëse kena pas shumë tradicionale. Tash na del fotoja, se mbështjellë kemi lënë për foto, po. Kështu që e kam zgjedh foton e këtina me tregu me bë lidhjen mes fotos të kaluara edhe me këto që aja që kam trashëgu edhe aja që pretendoj me trashëgu. Sepse kjo është fillimi jam, domethënë, edhe idealit jam, kështu që është një vazhdimsi e trashëgimisë që shpresoj edhe lutna që me u fuqizu gjatë rrugës. Shumë mirë. Se u të pyeta është dhimbshme për shkak se nuk e di pse konsideroj që ka raste kur për shembull për ne si njerëz që na kanë vdek
Unë personalisht, qashtu e përjetoj, kam vështirësi, domethënë me kalu në qatë zonë të dhimbjes. E kështu që ju përgëzoj të thosh diçka për mu përgëzua shumë mirë. Kur arrin me te i kalu që ato. E vërtet, kisha pas qef me ashtu, kjo pjesë është edukimit prindit. Aso që kemi trashëgu, si vlerë. Po. Një tekst për Luan Haradinën Bobi ka shkru, të vram. E ka një frazë, ai ka vranë në një kodër në kalimën e kufimit, tu hinë kufi për Shqipërisë në Kosovë. Pjesën e Kosovës dhe një kodër është vranë, edhe një varë këtë ato në rrëzë të një malit, kur bën vallën trimi. Ai ka ditë me këthy momente tragjike, në epope dhe në lindje, kështu që e kemi trashëgu këtë pjesë. Unë kujtimin për babën nuk e kam të dhemshëm, e kam edhe në gjem. Besoj që ka dallim, dhe më mes dhimbjes edhe me dëngjimit, kështu që kujtimi i bukur. Shpresojmë që edhe djali ka me vazhdu të njëjtën, domethënë të babës. Shpresoj të ketë një miksim mes gjyshve ti. Po. Një miksim mes gjyshve ti, sepse gjyshin ka nona vetë ka hafëz të Kuranit. Aha, okay. Inshallah. Nëse Kështu që njëjën e bëhet ka një miksim shumë i mirë. Aha, Shpresoj shumë i që tash mirë. ti trashëgoj të dy vlera ato ti pastroj ti ngrit ende më lart. Vazhdojmë me foton e fundit, edhe që thash është ëmbëlsira për në fund, këtu dardani me bashkëshorten. Kush është bashkëshortja jote për ty? Prehja. Domethënë shoku ku prehna shpirtënisht ku ndjej qetësinë, domethënë është interesante ku një interpretim për një dietar islam që thotë është e natyrshme, Zoti e ka bërë të tillë që bashkëshortja bëhet çiftet bëhen për njëri tjetrin, preja më e madhe që kanë. I të kalojnë këtë preja që i kanë pasur para. Pa më parasysh vlera. Kjo është diçka që nuk duhet më u gjyku, sepse njerëz bëjnë krahasime që nuk flenë, po kjo është e natyrshme që Zoti e ka ndërtuar dhe e ka bërë ashtu të tillë, është natyrshme, edhe në natyrshmërinë e njerit, aty ku ti ndjen prehjet vërtet apo. Domethënë këto tham shumë sinqerisht, nuk po du më përsërit shumë, po nuk po moj pa e thonë. Okej, po. Të më thonë, dashurin ndaj bashkëshortës, po vlasë në kuptimin, e kam trashëgume, edhe e kam trashëgume bes pas besi. Dhe më thonë, e mbaj mend lidhin e mamit edhe të babit, edhe në asë një moment se kom vonë dëshem që ka dashuri shumë të madhe. Qatë përqim me kanë dhona, edhe ku kanë pas konflikte. Të njëjtën e kam të migjallarët e me, të njëjtën e mbaj me këtë migjallarët e me. Dhe mos tash kanë vdek me migjallarë, në jena generata e dytë, Po. që po i bjen. Gjyshin se kemi zatet sepse ka vdek sa ka qenë babi 6 vjeçar, shumë i në rritje tima. Po ma ato që na është thonë, po e kemi trashëguar në familje, kemi një respekt për bashkëshortët dhe një dashni të zjarrt. Kështu që është pjesë e trashëgimisë. Shumë mirë. Që shpresoj me përçu prapë te brezat e ardhshëm. Edhe besoj shumë që po. Edhe ka qenë një moment, shoku jam Graniti, ka pas një lidhje shumë të fortë me babin tim. Po. Deshin e pikofe ka shpesh pa mu. Edhe i pa thonë njerë, në prezentën tim edhe moj men si përgjigje. I tha, Gjadem të kalon me pas sfidat mënoja në jetë. I e kanë burgë, ke pas këta, i ballavaçu me këse. Bojnë një muhabet, tha, qysh ja ke dalë, cila ka motivi, tha, drita, për momentem. Drita o kanë motivi. Babi u kanë shkrimtar dhe narrativen është e kuptueshme që e ka pas shumë të mirë. Po të njëjtën përgjigje në komunitet për axhallarëve. Ata kanë pas, ata e kanë. Se na shta prej këndvështrimit një shkrimtari ose poeti ka mujt me ndërthur vargje. Po të më duh ma poetike. Po tha me të nglluma poetike, po jo. E ka pas burimore, tamam. Ato bile ai e tha shumë direkt, domethënë e kanë pas e kena po këtë këto, se di ose na e shprehim e kanë të krejt nuk e di, po është një mbështetje ekstremisht e madhe. Domethënë unë e shkarkoj hallin momentin që e flas me to, edhe e flas shpesh. Domethënë si të kam një hall, këtë brengën edhe ku nuk di me kanalizu, a do të ta flas me gruan, nuk ka lidhje as për përgjigje marr. Domethënë ndjej një shkarkim të madh për kësaj, kështu që ajo është vendi ku unë gjoj prehje, sepse Allah ka thënë në Kur'an, prehje për njëri tjetrin. Shpresoj që
ky përshkrim joti ka më ndiku shumë tek të rinjët për shkak se kanë shumë nevojë. Të gjithë kemi nevojë realisht me dëgju histori motivuese që me arrit secili me ndërtu diçka të tillë. Për shkak se nuk është shumë e thjeshtë edhe e lehtë. Besoj edhe pse te dikush rrjedh natyrshëm me ndërtu një martesë qëndrueshme dhe ku gjem prehje. Qatë ka ndryshu kohë tona, sa që në diçka që bëhet si vlerësim sot, që nuk ka qenë e zakonshme në shoqëritë, sidomos në shoqërinë tonë. Na kemi pas mungesë shumë gjanave tjera, po jo të vlerave. Domethënë, të na ka pas një motit njeriut për ato që ka bërë për brenda, jo për ato që ka bërë për jashtë. Domethënë, a ka njeri pasoni, a ka njeri pozit, nuk ka shumë rëndësishme në popullin tonë, sa ka aja që ka përfaqësuar si vlerat mbrëmshme, që ka filluar me ndru kohët fundit. Domethënë, ku po them kohët fundit, jo krejt tash. Po. Ka dekada që ka filluar. Ka dekada që ka filluar. Edhe unë pra besoj, rezultati vret tash. Po, rezultati është tash është aja e shpërfaqe e madhe. Aja ka shpërthy bomba, edhe na po e vrem në stadin më të mëdha. Se dikush e lidh tash me followers me like, kjo është shpërfaqja e dukshme e saj. Shpërfaqja e dukshme, shpërfaqja e hershme ka qenë qysh me stadin, domethënë, nëse e ke pas ti burrin doktor apo. Po më parasysh ka përfaqësuar vlera, ja s'ka përfaqësuar vlera, burrin, djalin kanë të qoftë, gruan, kur të qoftë, doktoresh, domethënë, e vrenën e komunitet, ose artist, apo të dy i mora jo rastisht të dy profesione, sepse ka një vlerësim marrë profesionit që është skandaloz. Më ata e shohin veten shumë më superior se të tjerë. Është profesion funditës. Je doktor dhe në boçat puna apo. Ajo është marrë angazh 100 herë me vlera më të mëdha. Po shtatë një raste që doktor caktuar më shumë të mëdhaj burgosen për heqje të veshëve në mënyrë legale, apo Në kisha zgjedh 100 herë me kon punë më të thjeshtë se po duam për profesionin se mendon që për shmaj profesionin, po çfarë është profesioni qoftë nëse përfaqëson vlera. Po sa thash edhe më herët ajo pjesa e Amedelis se kush do qoftë, ne nuk po arrim këta akademik me bën një gjenerat, a jem na sot, a morën cilë universitet prodhoi? Akademik që ata akademik prodhuan djam që atë më ashori. E vërtet. Domethënë, un kam pikpyetje këtë sistemin arsimor. Nuk jam kam pikpyetje, nuk jam kundër, mos kuptohet normal. Në ekstremin tjetër tash. Po kam krejt kjo. Çka bën Simoni? Domthon Nana Zaide, Shabania Shari e të tjerë, është shumë tjerë, këta pi tham shumë si njerëzve. Po. Ta asoj plejade. Me 2-3 sene të vlerave. Kanë arrit me kriju që të gjenerate. Me kuptu që është pjesën e procesit, edhe nevoja individuale është më pak e rëndësishme se sa nevoja kolektive. Sepse ai heroi jon, Ademi Ashari, ka vendosur më sakrifiku të ditë pasojën. Për lirin, ai lirin se ka shiu heq. Po për lirin e krejt një qëtik populli, ka vendos 22 antarë të familjes ngusht, e 56 antarë të familjes gjanë, e farefisit, me sakrifiku në asët si në gjendje, fëmis tonë, në klasë 7, patika me sakrifiku për mi marë një unë, mësë dëllë bërë, jale jam, mësë dëllë se ajë për njët keqa pëtën, që ka që nuk jena gjendje, dhe më thonë banalitet, që ka orë kjo është përfaqe, po që ka njësë shumë a herët, me një ide për shkollimin, e vrejnë, se në vipe, thash kam një lidhje shumë të madhe me fshatin, edhe kom jetu mes dy botëra, kësaj urbanës edhe të fshatit, e i di si proces, dhe më thonë, e vrejnë që për shembull nuk ka lidhje fakti që ka postin drejtor, doktor ose drejtor në pozitë të çka do qoftë, apo është shumë më mirë çfarë do qoftë ai që është, se ka jetë ai edhe për shkak sot ishe prind që din me ushqetsu deri në ankth që djali e ka një katërshe, e nuk di me ushqetsu pas sa që ai rran. Sa net vlerave njerëzorësh, po. Rran çash let. Do më rran për diçka shumë. Po, prioritetet, vlerat kemi ndru. Po, tani mas nej bojna lajm që çush ndodhi kjo. Adoleshenca ka një film një serial që unë jam preferuar njerëzve. Sa folet ti, unë e ke shtu mendu se realisht e kom plan me bu një podcast kryesisht, domethënë për adoleshencën, me pas një musafir psikolog dhe një prind,
që edhe nëse kishit qenë ju i shkon shumë mirë, për shkak se e di që ju përveç ana profesionale ju lidhe dhe ana prindërore se vetë jeni Po, prind. vërtet. Me knasi, do më pej tash më tham, Faleminderit shumë. është një serial Kështu që ja vlen, domethënë me u diskutu. diskutu. Dardan, ke shumë knasi, e di që na kanë metë edhe shumë gjëra pa fol, po normalisht që koha gjithmonë është e kufizune, edhe të falenderoj shumë për prezencën, edhe për krejt kontributin që ti e ke japur në këtë podcast. Faleminderit shumë, edhe unë shumë rahat. E kisha ndjesin që po të provohet koha, po na vjen keq. Jo, s'ka problem, shpresoj edhe për regjin. Shihem herën tjetër. Mirupafshim në podcastin e radhës.